Rikthehemi sërish në hapësirën informative për diskutuar mbi zhvillimet kryesore që vënë në qendër drejtësinë politike dhe përplasjen mes institucioneve. Për këtë kam kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë me zotin Agron Shehaj, kreu i Partisë Mundësia. Zoti Shehaj, ju falenderoj për kohën tuaj. Mbrëmaj, falenderoj për ftesën. Keni propozuar që ditën e nesërme organizoni një forum, një platformë kundër korrupsionit dhe për mbrojtjen e drejtësisë. Kështu e keni cilësuar. Fillimisht do doja t'ju pyesja se çfarë do të thotë kjo platformë për ju dhe cilat janë qëllimet afat shkurtra dhe afat gjata të kësaj platforme. Çështja është këtu. Është e qartë që ne ndodhemi në një moment, Shqipëria ndodhet në një moment historik. Për të parë të korruptuarit po dalin para drejtësisë dhe po ta shikojmë edhe në shoqërinë shqiptare ka entuziazëm në lidhje me këtë ngjarje historike. Unë mendoj që Shqipëria po kalon një nga momentet më të rëndësishme të historisë së saj. Pas 91-shit të rrëzimit të regjimit komunist, ky është momenti më i rëndësishëm për të ardhmen e Shqipërisë. Në këto kushte ne kemi një shoqëri që është entuziaste, nga ana tjetër kemi një qeveri dhe një majorancë që vazhdon të sulmojë dhe të kërkojë të kontrollojë drejtësinë, dhe nga ana tjetër kemi një opozitë që në një farë mënyrë nuk përfaqëson opinionin publik, shoqërinë shqiptare, e cila do që ne të kemi një strategji të qartë në mbrojtje të drejtësisë edhe në luftën kundër korrupsionit. Dhe opozita praktikisht është pa strategji, pa drejtim, pa orientim. Dhe ideja është, o burra të ulemi, ka ardhur momenti të ulemi dhe të diskutojmë, dhe jo vetëm me partitë opozitare, të gjitha partitë opozitare, kjo është një flesë për të gjitha partitë opozitare, por dhe me aktivistë, pedagogë, qytetarë të thjeshtë, gazetarë, qytetarë të thjeshtë që janë me drejtësinë kundër korrupsionit. Se ky është moment për të mbajtur një anë, do të vendosin të gjithë, secili për nesh do të vendosin me kë është, me drejtësinë apo me të korruptuarit. Prandaj, në vend që të vazhdojmë në këtë mënyrë në drejtime që qytetarët nuk kuptojnë, se ka një kakofoni të jashtëzakonshme, edhe në qëndrimet që mban çdo parti politike opozitare, ideja është të ulemi, të diskutojmë një strategji të përbashkët, se si do të mbrojmë ne drejtësinë, si mendojmë ne se duhet mbrojtur drejtësia nga kërcënimi që vjen nga majoranca dhe nga pushteti, dhe cila është strategjia jonë edhe në lidhje me luftën kundër korrupsionit. Imagjino, çdo ditë kryeministri, majoranca, çdo ditë sulmon drejtësinë në mënyrë të përditshme. Pse? Sepse prokurori dhe gjykatësi që ai sulmon, thotë na dol një prokuror dhe një gjykatës që pezullojnë zëvendës kryeministrin. Por pse nëse një zëvendës kryeministre për një zëvendës kryeministre ka prova dhe indicje që po vjedh qytetarët shqiptar, pse nuk duhet të arrestohet, nuk mund të arrestohet, nuk mund të pezullohet, janë mbi ligjin. Edi Rama vetë është mbi ligjin. Vërtet ne duam një Shqipëri, që Shqipëria të jetë një vend ku kryeministri pavarësisht indiceve, pavarësisht provave që mund të blidhen nga prokurori dhe shikohen dhe gjykohen edhe e gjykatës të jeti pa arrestueshëm, i pa pezullueshëm, duhet vazhdojmë të mbajmë në detyrë një të korruptuar. Zoti Shehaj, dhe te kjo përplasje që ka shkaktuar një lloj retorike të ashpër të kryeministit Edi Rama dhe më pas edhe një reagim të shoqatës së gjyqtarëve, por fillimisht do ndalesha pak, ju përmendët një lloj entuziazmi te qytetarët, për sa i përket edhe besimit tek që ka publiku te drejtësia. Nga ana tjetër, shumë prej analizëve komentojnë si një lloj apatie të kundërtën e kësaj që ju thoni, jo një lloj entuziazmi. Ju me të gjithë simpatizantët qytetarë që janë rreth Partisë Mundësia, e vëreni vërtet që vijon të ketë besim publiku te institucionet e drejtësisë, pasi e gjithë kjo retorike, gjithë kjo përplasje, duket sikur ka krijuar një lloj ndasie dhe një lloj mungese besimi tek drejtësia shqiptare. Dhe ju si Parti Mundësia, si do e përpiqeni që t'i mblidhni këta qytetarë për të ofruar një alternativë? Fatkeqësisht dëgjoj edhe unë në çdo ekran televiziv, çdo ditë dalin edhe sulmojnë drejtësinë, sulmojnë SPAK-un, sepse një nga sulmet që i bëhet SPAK-ut është pikërisht nga mediat, nga analistë të veshur me kostumin e analistit, por në fakt janë të dërguar të majorancës, i dëgjojnë për ditë, sulme nga më vulgare, do thosha. Unë nuk jam fare, dhe nga ana tjetër, nga një anë sulmojnë drejtësinë, nga ana tjetër i vën fajin qytetarëve pse qytetarët nuk reagojnë, ju bëjnë moralin qytetarëve. Po këtë tregojnë dhe në shifra, protestat që organizohen nga opozita, që nuk bashkohen shumë qytetarë, pra nuk ka shumë reagim. Unë nuk do ta kërkoja fajin tek qytetarët. Qytetarët jo, absolutisht janë dhe të lodhur. Përveç se janë të lodhur,
më falni, tani, Po. pse duhet të protestoj një qytetar shqiptar me Partinë Demokratike, që të bëj Sali Berishën kryeministër në atë mosh edhe pas 35 vjetë në politik, pasi ka qenë kryeministër, ka qenë president, ka qenë kryetari opozitës, ka bërë gjitha, pse një djalë i ri apo një vajzë e re duhet i bashkohet Partisë Demokratike të Po iniciativa personale nuk ka nga në ati të një lloj mobilizimi, një lloj thirrje duhet ta ketë nga një lloj partie opozitare. Ideja është që unë mendoj që partitë politike, dhe ne, unë flas edhe për partinë Mundësia, para se t'i bëjnë moralin votuesve dhe qytetarëve thonë, pse nuk dilni, pse nuk ngriheni ju, të pyesin njerë veten, e inspirojnë realisht atë qytetarin që të dali, janë realisht një alternativë për të cilën ja vlen të dalësh të protestosh, ja vlen. Këtë du të bëjnë, të pyesin njerë veten dhe pastaj të bëjnë moralin qytetarëve. Për sa na takon, edhe ne si Partia Mundësia, dhe ne do donim që të na bashkoheshin më shumë qytetarë dhe po punojmë për këtë, por nuk e kërkojmë përgjegjësinë tek qytetarët që nuk na bashkohen. Si do të kontribuoni ju përmes kësaj platforme? Punojmë për ditë, punojmë për ditë me opozitën që bëjmë në për media, si kjo që po jam unë tani, në parlament, në protesta që kemi bërë dhe kemi organizuar, në qëndrime që mbaj, në takime, si është ky takimi që do bëjmë nesër, tryeza e hapur që do bëjmë nesër, për të diskutuar së bashku, edhe në fakt diskutimi nuk është vetëm kur flasim për strategjinë se si do mbrojmë drejtësinë. Pra nuk është vetëm një rol kritik i juaj. Absolutisht, është një mënyrë, është një debat, është një diskutim, o burra të ulemi, të flasim edhe për këtë gjë. Dhe si pretendoni ju pra pikërisht të kontribuoni në zbatimin e ligjeve dhe llogaridhënies, pra për të mos mbajtur vetëm qëndrim kritik. Duhet një diskutim i hapur, pikërisht edhe për këtë. Si do dalim në mbrojtje të drejtësisë, si do ta mbrojmë drejtësinë nga kryeministri Rama, si do t'i bëjmë ne njerëzit që të jenë më reaktiv ndaj skandaleve të qeverisë Rama. Pikërisht kjo është, për këtë duhet tryeza, që të diskutojmë, të flasim dhe të dalim një konkluzion, sepse kështu nuk mund të vazhdojmë. Shoqata e gjyqtarëve, zoti Sheja ka reaguar ditën e sotme duke thënë që i ka lexuar komentet që kryeministri Edi Rama ka bërë si presione, pra kështu i ka përkthyer. Në optikën tuaj. Absolutisht janë presione, nuk kam kohë që them që është një presion i hapur. Më fal, thuash para disa muajsh Edi Rama. Dhe sa ndikon kjo në vendimet që gjykata kushtetuese mund të marrë në presion? Absolutisht ndikon. Si ju duket ju, nuk është presion të thuash, po patën kurajo të vind të marrin telefonin tim, ju këtë që tha kryeministri? Nuk është presion i hapur ndaj prokurorëve, po pse telefoni i kryeministrit, çka ka telefoni i kryeministrit? Kryeministri nuk është një qytetar se gjithë të tjerët që duhet t'i dali para ligjit dhe nëse shikojnë të arsyeshme mund të hetojnë dhe duhet të hetojnë në fakt. E parashikon ligji, nuk ka asnjë imunitet të le të themi të plot. Ka një imunitet në lidhje me deputetët, të zgjedhurit dhe antarët e qeverisë. Po është një imunitet që i mbron ata nga masat e sigurisë, që është arresti me burg apo arresti në shtëpi. Po kjo nuk do thotë që ata janë mbi ligjin. Nuk do thotë që ata nuk mund të hetojnë. Ata nuk janë mbi ligjin, ata mund të hetojnë, ata duhet të hetojnë. E vetmja gjë që kanë disa garancira më shumë se çka një qytetar i thjesht. Po që ata mbi ligjin, si mund dali kryeministri të thotë që po mbato ta mbajti, hajde merr telefonin tim. Po absolutisht do ta marrë telefonin e kryeministrit. Ka një pyetje. Në këto 35 vjet, shqiptarët janë vjedhur apo s'janë vjedhur? Se tani s'po kuptojmë. Janë vjedhur apo s'janë vjedhur? Po kush i ka vjedhur? I kanë vjedhur politikanët, i kanë vjedhur ministrat, i kanë vjedhur kryeministrat, apo kanë vjedhur veten e tyre? Në debati zakonisht shtrohet vetëm tek kush ka vjedhur, po jo se ku janë parat ndonjëherë. Është shumë e rëndësishme për të rikthyer dhe qytetarët. Se tani po na dalin gjithë viktima. Por i ka vjedhur njëri këta shqiptarët apo jo? Qytetarët shqiptar, i ka vjedhur njëri apo jo? Po kush i ka vjedhur?